Një repertor letrar kushtuar dijes dhe arsyes nga veprat e rilindasve kombëtar është sjell nga nxënësit e shkollës i Suf Dalipi në Mollaj të Korçës në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog. Ka qenë një aktivitet që synonte të nxiste nxënësit në kultivimin dhe leximin sistematik, njohjen me autorët shqiptar dhe të huaj, si një mekanizëm për të përcjellë ata rëndësinë e kontaktit të drejt për drejt me librin. Është një aktivitet që vën pa talentin e fëmijëve, vën pa dëshirën e tyre për të bashkëpunuar dhe për të nxjerrë diçka të bukur në një ditë të shenjtë, në një ditë të bukur dhe në një ditë me shumë kuptim siç është dita e 7 marsit. Dita simbolike e dijes, e diturisë dhe në nderim të gjithë figurave të mësuesve, të atyre mësuesve që janë sot kudo në mësimdhënie, gjithë mësuesit që i kanë dhënë jetën, kontributin e tyre, gjithë dijes së diturisë së këtij populli. Vlezat e rinj, të cilët janë ende të talentuar, ende me një dëshirë për të ecur përpara, me një dëshirë për të dalluar ndër të tjerët, me një dëshirë për të kremtuar artin, për të kremtuar dijen, për të kremtuar letërsinë, për të kremtuar rilindasit si Fishta, Petronini Luarasi, Naim Frashi, të cilët ishin disa ndër shkrimtarët që u dalluan në rreshtat dhe në interpretimet e sotshme nga fëmijët e shkollës i Suf Dalipi. Të pranishmit shijuan recitimet, krijimet e nxënësve, dedikimet për mësuesit dhe për figurën e nënës. Talenti i nxënësve u shtjellua edhe nëpërmjet vizatimeve, pikturave dhe krijimeve të tyre artistike për të përcjellë mesazhe të caktuara. Ky ka qenë i treti aktivitet i zhvilluar në kuadër të ciklit Shprehur në Vargje, që këtë herë doli jashtë kufive të qytetit të Korçës.